Përshëndetje të nderuar bashkëdhetarë. Jemi në Zvicër, respektivisht në ambientet e shkollës shqipe, lidhjes arsimtarëve dhe prindërve shqiptar na imfrashin në kantonin e Argaut, respektivisht në zyrën e kryetarit të Lapshit për kantonin Argaut, zotit Riza Demaj, këtu në një studio të improvizuar. Tema për cilën do të diskutojmë do të jetë Kosova në sytë e ish të burgosurve politik. Me ne në studio janë dy ish të burgosur politik, pra si që e thash, njeri është aktualisht kryetar i lidhjes arsimtarëve dhe prindërve shqiptar na infrashi këtu në kantonin Argaut, zoti Riza Demaj, dhe Sejdi Gega, ish i burgosur politik dhe aktivist njëkohësisht dhe vazhdon aktivitetin e tij në Zvicër. Përshëndetje, mirë se në emisionin Linja Shqip. Mirë se gjithë. Atëherë, zoti Gega, e thash më herët që tema është Kosova në sytë e ish të burgosurve politik shqiptar. Pra, si e shihni ju sot Kosovën nga këmbgështrimi juaj këtu nga Zvicra? Ne nga Zvicra e shohim Kosovën që ka bërë ndryshime të theksume, sidomos pas luftës së ushtrisë ligjore të Kosovës, dhe për ndryshimet që i ka bo, si ish i burgosur politik, jam i kënaqur, pavarësisht vërtetave që i kam në te, mirë po atë çfarë ne kemi ndërruar se çfarë do të jetë Kosova pas lirimit, fatkeqësisht nuk është realizuar. Janë realizuar shumë gjëra të mira që dikuri ne kemi qenë në presion politik, në presionin e dhunës, gjitha tjerat, po nuk është bërë diçka në atë drejtim që si zhvillimi i hoshëm, si zhvillimi i shëndetësisë, zhvillimi i aspektit juridik i drejtësisë dhe i mjekësisë sidomos në këtë drejtim çalon. Pavarësisht se atë që thash se ne si burgosur politik për çka ne kemi bërë aktivitet, për çka është derë dhe gjaku, nuk është realizuar, po kjo për mendimin tim është në sozat normale që nuk është realizuar e tëra, po ka mujt, unë kështu mendoj se paku, ka mujt çështja të jetë edhe më e mirë se sa unë sot se si e shohim, vetëm në sajt asaj se me pas qenë një menaxhim pak më i ndërgjegjshëm, një udhëheqje pak më e ndërgjegjshme, sigurisht se gjonat kishin qenë më nivel si në aspektin e sigurisë, si në aspektin arsimor dhe shëndetësor. Kur ju zoti Demaj? Shumë gjëra që i tha Sejdiu edhe mund t'ju bashkangjitem tërësisht, edhe unë ndaj të njëjtin mendim. Ka pas mundësi që të bëhet më shumë, ne si edhe në kohën e studimeve, edhe gjatë vujtjes dënimit, gjithnjë kemi menduar e jemi angazhuar jo vetëm për shtirimin e Kosovës, por paralelisht saj edhe për shtet ligjor, sundimin e ligjit. Këtu ka pas mundësi që të bëhet më shumë, por a duhet që t'jemi të zhgënjur pa mas? Jo. E citoj me kënaqësi e respekt babain tim, thoshte zhgënjimi i tepruar të çon në dorëzim. Dhe ne nuk duhet që shumë të zhgënjehemi, po në vend zhgënjimit të tepruar duhet që të punojmë edhe nga mërgata kudo që jemi, duhet që të punojmë më shumë. Dhe me këtë rast kisha pas dëshirë që t'ju drejtohem edhe përfaqësuesve të institucioneve shtetërore, se kanë përgjegjësi, ata nuk e përfaqësojnë vetëm veten apo partinë, por përfaqësojnë popullin, dhe atëherë si pjesëtar e atij popullit kam edhe të drejtë që t'ju drejtohem që interesat kombëtare të jenë gjithnjë mbi interesat partijake, mbi interesat politike në përgjithësi, të regionit, karrierës, interesat materiale.
Kur flisni për këto dhe sepse duke folur tani po ju dëgjoja me shumë kujdes, sikur krijohet një përshtypje që atje është shumë keq. Sa jeni të informuar realisht për zhvillimet atje ju, sa keni informacion dhe nga kush informoheni për gjendjen reale atje? Jo, nuk kemi të drejtë edhe asë arsye që t'jemi të themi që gjendja shumë keq. Jo, nuk themi këtë, nuk është gjendja shumë keq, por në plot bindje e them që ka pasur mundësi që të jetë më mirë. Edhe ne duhet që të punojmë bashkërisht. Që nga pas lufta? Po, që nga pas lufta, nuk është gjendja shumë keq, larg asaj, por ka pas mundësi që të bëhet më mirë. Dhe ne bashkërisht, si në Mergat, si kudo që jemi, duhet secili të japim kontributin tonë, secili të kryejmë detyrën tonë që gjërat t'i bëjmë më mirë. Për arsye se populli ynë e meriton një gjatë të tillë. Sot i Gega? Po shiqo, unë tash për nis në pak edhe nga profesioni im, se unë kam studiu teknologjinë e përgjithshme në Mitrovic. Paka shumë kam pas informacione për pasuritë e Kosovës, të nën tokës edhe mbi tokës. Ne kemi qenë të vetëdijshëm se çfarë populle, çfarë rini të mrekullueshme kemi, me cilën rini është mburë dhe nacionalitetet tjera në Jugosllavi. Kemi pas një rini shumë të pastër, një rini shumë të edukuar, si në aspektin adhetar, po ashtu edhe familjar. Po pse nuk kanë pas mundësi që e rinit i tregon forcat e veta, dijen e vetë, përballë shoqërive tjera, është fajtor e okupatori. Ndërsa tash pas luftës fal aty në djemve të pushkës, aty në vajzave, fal aty populli që ka qenë mobilizuar, gjanat ndryshuan në Kosovë, dhe për e thonë me një plot përgjithësi, me një menaxhim pak më dinitos, me funksionim të shtetit ligjor, gjanat kishin ndryshuar në Kosovë për të mirë dhe për shembull edhe për të tjerët. Mirë, por mungesë të një menaxhimit nga aspekti i drejtësisë, nga aspekti i përgjithësisë, në duken gjanat që është bërë një ndërtim atje, një rrugë këtu, po për mendimin tim ato ndërtime, do thotë jashtë rregulla që kanë qenë të parapame që i pa shefa dhe plani urbanistike, plani zhvillimor. Bëra pyetje më herët dhe sikur nuk e kisha një përgjigje në këtë drejtim. Po. Nga informoheni ju thjesht, mediumet, apo nga sepse për të vlerësuar një situatë me siguri duhet të keni edhe informacion, prandaj them, nga i krijoni këto përshtypje apo bindje për zhvillimin e Kosovës? Unë vazhdimisht mëngjes, kur çona në mëngjes, normali pasoj sytë dhe hapin e parë që bërë, ende pa pi kafën e parë në hyn në internet. Edhe dëshira ime është që të njoftona për gjendjen e sfarë në Kosovë, në Shqipëri dhe në vende tjera. Përveç asaj, unë tash fal djemve të thashtë pushkës vajzave, shkoj ma shpesh në Kosovë. Takon edhe me shok. I shoh gjanat, i preki gjanat, si në vendlindjen time në fshat, ashtu edhe në qytet në Prishtinë, edhe si në vendet tjera. Dhe në të pame, thot sa bukur, sa shpejt u zhvillu Kosova, që shua ndërtime më gjithë, është okej. Por në aspektin përmbajtësor, në aspektin regulativ dhe ligjor, aty qalon puna. Ndoshta për neve e bon që ne jemi rrit këtu, kemi qëndru që, unë thonë që 320 vjetë, jemi mësu paka shumë me këtë regull, me këtë disiplinë, edhe në edukat e tjerë, po prapë thomë në dukje nuk është vetëm zi, ka gjona që kanë hes në aspektin zhvillimor, në aspektin njerëzor, po se a ka mujtë edhe më shumë, pa tjetër që ka mujtë. Sigurisht, gjithmonë bërë me mirë për ju, zoti Demaj? Informatat, si që tha dhe Seliu, kontaktet janë të përditshme dhe të përhershme
përmes vizitave atje, përmes njerëzve që shkojnë dhe vinë, përmes mjeteve të informimit. Si u bë që ju gjatë gjithë rinisë të uja, apo viteve të uja i keni kushtu dhe vazhdoni t'i kushtoni çështjes kombëtare, Kosova u shtiru dhe ju vazhdoni të jetoni dhe të veproni në Mërgat, respektivisht këtu në Zvicër. Unë kam thënë shumë herë, edhe nuk jam i vetmi unë, por ka dhe shumë të tjerë, që kjo dalja e që qëndroj këtu, po flas për vete, është një plagë që nuk shërohet asnjëherë. Por ku do të qëndroj, ku do të qëlloj njeriu, duhet që të angazhohet të jetë në shërbim të dheut, dhe sa më shumë që të punosh e të jesh në shërbim të dheut, në shërbim të njerëzve drejt për drejt, atëherë dhimbjet e kësaj plage janë më të përballueshme. Pra ju jeni duke ndjekur aktivitetin e njëjtë, se fakti që jeni kryetar i kantonit Argavut të Lafshit. Prandaj kjo tregon që ju e keni një vazhdueshmëri të aktivitetit tuaj në aspektin kombëtar. Po, gjithsesi, lidhet janë të pandashme me atë dhëon për arsye se ky është obligim edhe moral kombëtar e njerëzor. Kur i kthehemi atë gjendje, sidomos këto vitet e fundit, lëshuarja dalja nga Kosova është shqetësuese. Dhe këtu prapë rikthehem, këta fëmijë që pa fajin e tyre janë këtu, atë duhet që të bëhet më tepër edhe në aspektin institucional, që t'ju mësohet, që të mësojnë gjuhën, historinë e kulturën, për arsye se ky është edhe detyrim shtetëror i secilit shteti. Mësimi fillor prej klasës parë deri në klasën 9 është detyrim shtetëror, edhe shpresojmë që edhe institucionet tona do të kuptojnë drejt këtë çështje dhe do të bëjnë më shumë. Pra çfarë mund bëhet tjetër për Mërgatën, ndoshta pyetje për të dy të ju mund të flisni se mos ti u ndërhyjë dhe unë, po çfarë do të ishte me interes, ndoshta cili është interesi i Mërgatës në këtë rast? Apo çfarë do të ishte me interes për ju si mërgjimtar dhe në përgjithësi, sepse ju përfaqësoni dhe një pjesë të komunitetit, duke qenë se jeni aktivist dhe vazhdimisht jeni në kontakt me Mërgatën. Po, sidomos pas luftës, ne kemi qenë të interesuar me vazhduat aktivitetin adhëtar, ka këse edhe aktivitetin kulturor, me përpjekje që kemi bërë paka shumë, është pa dhe rezultati, falë angazhime o kështu në të manifestimit për data që janë të shënuar kombëtare, falë ndonjë akademi që kemi majtë për ndonjë adhëtar, për ndonjë dëshmor. Jo në dhe aktivitetet tjera, por këtu mua personalisht çka më ka mungue, pavarësisht përpjekjet e shtetit të Kosovës të Shqipërisë përmes institucionet të këtu që i ka të përmes institucionet diplomatike ambasad. Prap ka vend dhe ka mundësi edhe më shumë për me bë shtetin këtë drejtim, që fëmijët tonë me qenë më të angazhuar rreth arsimit plotësues në gjuhën shqipe, që fëmijët tonë tjetër është kur e ndigjojnë për historinë prej gjyshit, prej atje, tjetër është kur e ndigjojnë prej mësuesit, sepse kur e ndigjojnë prej mësuesit është ndjeshmëria e madhe, sepse ne vetë kemi qenë nxënës dhe mësuesin në atë kohë kemi konsideruar prindin e dytë. Prandaj unë gjithmonë kam thonë edhe sot po them, duhet dora e shtetit, duhet institucionet e shtetit me qenë më aktive në Mërgat, në mënyrë që mos me lënë në stihin e kohës fëmijën, mos me lënë nipin, mos me lënë mesën. Nëse vazhdon kësaj në aspektin vullnetar, ne dikuj do të pendomi, po dhe do t'jemi përgjegjës para nipit edhe mbesës. Sa janë pra, duke qenë se po folëm për këtë pjesën dora e shtetit që e thoni,
institucionet e Republikës Kosovë, sa janë shërbim të mërgatës në këtë rast është Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, është Ministria e Arsimit, e Kulturës, duke qenë se këto një farë forme e ndikojnë njëra tjetrën. Dhe është në interes sepse flasim për kulturën, për arsimin, për në përgjithësi edhe si Ministria e Diasporës, në këtë rast Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Sa keni takime, sa janë ata në këtë drejtim, apo si shihni ju këto institucione që do duaj, apo çfarë do duaj konkretisht ndoshta? Po ne ka qenë një iniciativë prej konsulatës të Kosovës që është në Syri. Nuk ka 3 mujdit, 4 dhe i ka thirrë një numër aktivistëve të çështës kombëtare, një numër të ish burgosën politik. Edhe merr mirë shumë që temë kryesore ka qenë si mujna me zgjidh problemin e mësimit plotësues. Është diskutuar, kanë bërë përpjekje. Po gjitha e përpjekje ma shumë ka met në baza vullnetare, individuale dhe grupore, sa që ka qenë një përpjekje tamam institucionale. Ne, ndoshta neve na mungon përvoja, por ne kemi shembuj konkret këtu të shoqërive tjera se si kanë të organizuar çështën e mësimit plotësues. Nuk kemi nevojë me shpenzuar në gjithë si botë. Kemi shembuj këtu. Për shembull, çështja e Kroatët, ndoshta s'po dalë pa për temës. Institucionet e Kroacisë kanë bërë marrëveshje me shtetin. Një kroat kur shkon, një kroate që shkon me lind, ai spitali është i detyruar me njoftue konsulatën e ambasadën kroate që lindi një fëmijë me mbiemrin dhe me nacionalitet kombëtar. Dhe na kjo mungon. Me shpresë një ditë do të bëhet. Do thotë na kemi shembuj që mujna mi zbatu që në të mirë tonin e të shoqërisë. Ka pas përpjekës mujnë dhe që s'ka pas përpjekë. Zoti Dema një vlerësim për i përmendëm 3 institucionet, Ministria e Arsimit, Ministria e Kulturës, njëkohësisht Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Vlerësimi juaj për këto institucione dhe përfshi se kur them Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në kupton dhe konsulatët dhe ambasadën. Tash kur bisedojmë për Ministrinë e Jashtme dhe Ministria e Arsimit, në çdo shtet, e kështu do duhet ishte edhe në Kosovë që Ministria e Arsimit është përgjegjëse për çështje arsimore. Në këtë rast, për mësimin plotësues në gjuhën shqipe, e këta i kanë rregulluar në atë mënyrë që Ministria e Mërgatës për punëve të jashtme është përgjegjëse. Do t'u tregoj një rast kur bënë një kërkesë për të patën një takim me të dyja ministritë këtu, dhe konsulata vuri kontakt me mua që të gjejem një ambient, dhe pastaj në disa raste unë kur bëja kërkesë dhe kërkonin prej mirë kush është pjesëmarrës aty, kush organizon. Dhe mua më duhet bëja ndryshime për shpati këtu se do të delja qesharak, qose unë do të them që Ministria e Punëve të Jashtme organizon mësimin plotësues që nuk është kurrë në botë. Se qose thon Ministria e Punëve të Jashtme, atëre nuk do të na merrni fare seriozisht dhe duhet që të bëja ndryshime të them Ministria e Arsimit. E këtu atje në vend nuk i kanë rregulluar këto çështje, se Ministria e Punëve të Jashtme do duaj të merret me çështje diplomatike, me kontakte diplomatike ndërshtetërore e jo arsimore, po shpresoj që do të kuptojnë këto gjëra e do të rregullojnë ashtu siç duhet. Sa janë afër jush këto institucione që i përmendet me komunitetin? Fakti pe kuptojmë që nuk janë mjaftueshëm në kuptimin e asaj që e përmendet, por megjithatë sa janë afër jush apo edhe ju njëkohësisht sa janë afër institucioneve, sa keni tentativa për të ofruar, sepse kemi lëvizje të vazhdueshme të zyrtarëve qeveritarë në Mërgat. Unë këtu kisha përmendur që Ministria e Arsimit në kuadër të mundësive dhe kompetencave që ka treguar vullnet mirë, ka treguar gatishmëri që të bëjë më tepër në këtë drejtim, ka qenë edhe në konferenca, ka qenë në tubime, ka qenë që i kemi organizuar
Çfarë do të mund të bënin institucionet e Kosovës në këtë rast për më përgatën, në që vazhdimisht Po, institucionet e Kosovës e thamë mësimin, e kuptojnë po. këtë pjesë, por çfarë mund të bëhet tjetër? Mund të bën shumë. Unë nuk po them se nuk po bëjnë fare. Po ka vend për me bërë dhe më shumë. Duke qenë më afër me mergjimtarin, duke qenë më afër me studentin, duke qenë më afër me biznismenin, edhe duke kriju raportet të mirë filta, raportet tamam kështu njerëzore, në funksion të zhvillimit të Kosovës atje. Sepse mundësitë e investimit nga këtu, nga biznismet që janë... Sa janë para të gatshëm këta biznismen që të ofrojnë me investimin në Kosovë? Unë e kom pas raste që kam bisedu me këta biznismen, çdo i dyti është i gatshëm me investu në Kosovë. Pse s'po ndodh kjo? Nuk ndodh vetëm për shkak të burokracisë, për shkak se të administrimit atje, që zgjat procedura shumë, jo ky do të më Thuhet që janë thjeshtësu goxha shumë këto dhe tani nuk tash kanë filluar më thjeshtësu, po para disa vite unë kam dëgjuar drejt për drejtit që ka shku me plot vullnet me investu atje, duke ballafaqur me këtë çështjen e administrative. Sa mund të jenë të vërteta këto, sepse derisa ju nuk keni provu vetë dhe fakti që thoni më është thonë, sa janë të jenë këto... Ka për fat keq, nuk po du me akuzu se gjitha të qia, po ka raste që kanë shku me plot vullnet plot për me investu në Kosovë atje me dëshirën më të madhe, mirë për me kalimin e kohës të hasë pengesa burokratike të orës ato tjera, edhe është tërhek. Pajtoni do të ndemaj me këtë çështje? Unë kisha shkuar çështjen këtu sa përket përgjigjes time pak më ndryshe. Nuk dua të flas si është gjendja, si ka qenë, po unë dua të flas se si do duhej të ishte. Organet tona, qeveria jonë duhet që të ofrojë lehtësime në forma të ndryshme dhe shumë më pak bürokraci. Ta bëjmë një lloj krahasimi me gjeneratën tuaj dhe kjo gjenerata tani, sepse ju kur keni ardhur, ju fatmirësisht pas dikë familjar, por ja zoti Demaj thotë që nuk ka pas dikë dhe sa ka qenë e vështirë për të integruar këtë jetën këtu dhe një krahasim ndoshta me këta të rinj që sot e kanë vinte një familjar i veti, gjuha e bën vetën, sot është një pothuajse çdo i ri të paktën 2 gjuhë zotërën. Po. Dhe kjo e lehtëson me siguri. Patjetër. Ardha tash që vjen kanë më të lehtë se sa në kohën ku kemi qenë ne. Për shumë arsye. Për shumë arsye se çdo njeri që vjen jam i bindur që e ka një familjes vet, ose ka një toj, ose ka një tezak, ka gjithë. U përmend çështja për të bërë krahasim, unë po nisem nga rasti im. Unë shumë më vështirë e kam pasur mu pajtua me realitetin se nuk jam në Kosovë, jam dalë këtu se sa të integrohem këtu. Unë se kam pasur vështirë fare këtu të integrohem, por e kam pasur shumë vështirë që të pajtohem me faktin që jam dalë. Më është dashur shumë kohë që të pranoj një gjë të tillë. Kosova do të jetë prapë më atraktive për të kthyer, ka raste, ndëgjojmë raste të pakta të rralla, por shpresoj që këto raste të shpeshtohen. Jo ndonjë personalisht ju rikthimin në Kosovë. Po kemi mendu vetëm me dëshirën tonë. Kështu dëshira që ka qenë. Unë kur 2 muaj ditë 3 para se me dalë pension, kam fillu mi lërë dokumentacione si dalë pension me shku me jetu në Kosovë. Ju zoti Demaj? Unë jam larg pensionit. Faleminderit. Atëherë të nderuar bashkëdhëtar, po besoj edhe me këtë do ta përmbyllim këtë bashkëbisedim. Bashkë, mirupafshim.